Në Vlorë zhvillua edicioni 27 ndërkombëtar i sporteve ajrore Albanian Open PGA Grand Prix, një garë prestigjioze e hedhjes me parashut ku morën pjesë rreth 98 pilot nga 20 shtete të botës. Ky spektakël fluturimesh që organizuar në trampolinën e re pranë bypassit të Vlorës solli emocione të veçanta për qytetarët, si dhe turistët e shumë që ndoqën këtë garë. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale pamje nga kjo garë. Energji spektakolare në edicionin e 27 të Albanian Open PGA Grand Prix, ku 98 pilotët më të mirë të qiejve nga mbi 20 shtete të botës në trampolinën e re të bypassit Vlorës, sollën emocione të veçanta, shkruan Rama. Qindra vizitorë mbërritën në Vlorë për të ndjekur garën duke gjallëruar qytetin në prag të sezonit veror, por në të njëjtën kohë edhe duke i dhënë një shtysë të fortë hotelerisë dhe gastronomisë lokale. Turneu ndërkombëtar i sporteve ajrore Albanian Open PGA Grand Prix i kthyer tashmë në traditë për aeronautikën shqiptare, zgjati 4 ditë dhe kulmoi me mbrëmjen gala ku u ndan edhe çmimet për fituesit.